në majorancës, për më tepër nga ana tjetër është diçka tjetër përveç largimit të Mariana Koçikut apo? Po tash domethënë llafe ka për shumë tjerë Do ketë ndonjë largim të ri? Sot për shembull kryetari i opozitës solli domethënë s'ma do mendet e ketë hedhur rastësisht çështjen e mocionit mosbesimit. Pra, domethënë Ka qenë një nga kërkesat e opozitës, mocion mosbesimi. Mocion mosbesimi. Pavarësisht se ai ka 83 mandate, domethënë tash besoj domethënë ja 13 i ikin prandaj domethënë ndodhin ato. Shko më duket mos po e nënvlerëson pak më shumë se ç'duhet qeverinë? Jo, s'po nënvlerësoj qeverinë, unë po shoh faktet. E para, e dyta domethënë ke edhe këto aksionet e fundit të SPAK-ut. Pra, Ramës po i vinë sulmet gjithandej. Do të thënë mbështetjen e kombëtare e ka humbur, vetëm Marta Kos me atë zërin e saj, domethënë të dridhur, ondo që i jepte domethënë që na ka dhënë qeveria garanci, domethënë kishte tendencën tash vendoste vëmendjen sërish ke Zvërneci, pavarësisht se tash domethënë protesta ka tejkaluar Zvërneci. Tash kërkohet dorëheqja e Ramës. Do t'i lutesha pak regjistë të më bënte gati, do të kemi një lidhje të drejt për drejt pas pak me Dritan Zaganin, i cili është një nga policët e larguar nga policia e shtetit. Dritani ishte autori dhe asaj video. Ja kishte heqë trurin me atë video. Ja kishte heqë trurin me atë dhe a thua nuk i bën ai domethënë. Ai falimentoi era Albanian që ka denoncuar me zë dhe figurë, madje edhe me emër njerëzit e përfshirë në pronat e Zvërnecit, po do ta dëgjojmë pas pak. Por pra domethënë janë një sër goditjesh i vjen Ramës. Po.